Dhe kjo më kalon përshtypje për mua, është mirë të nënvizoni secili për juve, Ibn Gjauzi formulën se si e ka thënë një formulë se si e fiton njeriu diçka të mirë, aty duhet me investu. Me një sen, ku e diti, ku ki pas fitimet të tua? Kjo fol ma shumë para në shpirtërore. Po kjo ka të bëjë me çështën e dunjas. Një njeri ku e di se benefitet i ka pas dhe fitimet me një aspekt, ky çto investon. Te çajo drejtim, se këtu i ka pas fitimet më të mëdha. Kto folet para në shpirtëror thot Ibn Gjauzi. E si në shembull thot. Sa i sinqert. Ky ka qenë bile ka si në shembull shumë kështu transparent, sa i sinqert dietari me lexuesin. Vetë e ka përjetu thot ngritjen e imanit, dhe njëre ka përjetu dhe ramjen. Andaj thot e ka tregu për atjerëve edhe ka thonë se te feja të Allah nuk ka hatër. Pse jam dietar, Allah ba merr mua. Nëse unë nuk kujdesna, nëse di se kam shiju imanin të çka dera, edhe nuk investoj, ma merr Allahu. Disa gjona në vetë dimi. Ku e kena shiju udhëzimin e parë? Ju e dini. A namaz nata diçka. Çati shkoha pet këta ju. Çati investo se ai ka më të kthy. E kjo thot tregon për vetë çaq si i sinqert dhe i drejt transparent, edhe thot se tek Zoti nuk ka me hatër. Se abdietar, muhaddith, faqih, ti nëse nuk investon ku duhet, Zoti ta merr tyje. Edhe ka thonë kështu një kapitull dhe ka nënvizuar atë sa të zgjat devotshmëria, aq ka më të zgjat shija i ibadetit. Takvaja, çka takvaja? Devotshmëria. Sa më shumë që e ki atë konsultet devotshmërinë, aq shumë ka më zgjat shija. Thot kur Allahu ta dhuron zemrën e mirë, është mirë në ato periudhat me vëzhgu veten. Çka ka bën atë fasti që e kita zemrën e raçën but? Çka ka ndodhur? Ti do të më ditë. A ki po një gjesta, një vepër, ti di, thot që ta vëzhgoj mirë, thot, edhe hapi sytë. Mos e humb atë investim, thot. Nga se kam rezultu në sajtë të vazhdimit. Sa më shumë që e vazhdon dhe shija.